Në disa zona të qytetit të Vlorës po i kushtohet një rëndësi gjithnjë e më e madhe gjelbërimit dhe sistemimit të hapësirave publike, si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e pamjes urbane, si dhe rritjes së cilësisë së jetesës për qytetarët. Mbjellja e luleve të reja dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra po vijon edhe gjatë muajve të dimrit, pavarësisht kushteve atmosferike. Edhe pse jemi në muajin dhjetor, ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit pranë Bashkisë së Vlorës ka intensifikuar punën për mbjelljen e luleve rezistente ndaj të ftohtit dhe rreshjeve. Specialistët e gjelbërimit theksojnë se llojet e bimëve të zgjedhura janë të përshtatshme për këtë periudhë të vitit, si dhe kanë aftësinë të ruajnë ngjyrën dhe gjallërinë edhe në temperatura të ulta, duke garantuar vazhdimsinë e gjelbërimit në qytet. Një nga zonat ku është ndërhyrë së fundmi është lulishtja pranë Rapit në zonën e ujit të ftohtë. Gjatë kësaj të shtune, punojësit e ndërmarrjes së gjelbërimit kanë kryer mbjelljen e luleve të reja, pastrimin e ambientit përreth, si dhe rregullimin e shtretërve të gjelbërimit. Kjo ndërhyrje ka sjellë një ndryshim të ndjeshëm në pamjen e kësaj hapësire, e cila frekuentohet çdo ditë nga banorët e zonës dhe pushues. Këto ndërhyrje nuk kanë vetëm karakter estetik, por janë pjesë e një plani më të gjerë për mbrojtjen e mjedisit, si dhe shtimin e hapësirave të gjelbëruara në qytet. Gjelbërimi ndikon drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së ajrit, uljen e ndotjes, si dhe krijimin e një ambienti më të shëndetshëm. Për të gjitha grupmoshat, hapësirat e gjelbra janë të domosdoshme, sidomos në zonat urbane, por kërkohet që këto ndërhyrje të shoqërohen edhe me mirëmbajtje të vazhdueshme, në mënyrë që gjelbërimi të ruhet edhe të mos dëmtohet nga faktorë të ndryshëm. Puna për mbjelljen e luleve dhe sistemimin e hapësirave publike do të vijojë edhe në ditët dhe javët në vijim. Në fokus do të jenë jo vetëm zonat qendrore, por edhe lagjet periferike, parqet, lulishtet e vogla, si dhe akset kryesore rrugore, me qëllim shpërndarjen e barabartë të investimeve në të gjithë qytetin. Këto nisma synojnë të shndrojnë Vlorën në një qytet më të pastër, më të gjelbër, si dhe më mikpritës, jo vetëm për banorët e saj, por edhe për turistët që e vizitojnë gjatë gjithë vitit.